Cila është e vërteta e prokurimeve publike dhe koncesionet? 2.2 miliard euro janë tenderuar sot në koncesione. 1 miliard euro janë në hetim zyrtar me akuzë zyrtare me korrupsion. Ndërkohë që mos harrojmë që një pjesë e madhe e tyre kanë kaluar në parlament me ligje speciale pagar. Prokurimet publike, 1 në 2 jipen sot pagar, e këto të tjerat që jipen me gar, 60% shkojnë vetëm në 20 kompani. Kjo është e vërteta e shifrave, e vërteta e ftohtë që shkon përtej asaj propagandës së konferencave për shtyp. Ky sistem fatkeqësisht ndan sot pasurinë publike, asetet, paratë e buxhetit shtetit vetëm në pagduar, pa gar, pa meritokraci, pa transparencë, pa asnjë procedurë normale për një vend normal. Edhe Serbia ka 97% të tenderave me gar. As në atë standarde nuk shkojmë dot. Po si mund të ndryshohet ky realitet dhe si mund të ndryshohet që sot koncesione, tenderat, partneritete publike private, duke nis nga ato takshit që konsiderohen më korruptive, tek inceneratorët, duke vazhduar me rrugët, me industrinë, me energjinë, të jenë të hapura, të jenë transparente. Kjo nuk ndryshohet me konferenca për shtyp, nuk ndryshohet as me propagandë, kjo ndryshohet me vullnet politik, ndryshohet me vullnet të hekurt politik për të hapur garën në ekonomi, për të lënë ekonomi të fitojë më i miri, që fatkeqësisht deri sot nuk është lejuar. Kjo ka nevojë për një strategji të plotë, ka nevojë për ligje të cilat vinë këtu në parlament dhe lejojnë që të ketë garë, jo për ligje speciale që fatkeqësisht kanë hequr nga gara duke nis nga portet e duke përfunduar tek aeroportet. Ky vullnet politik që duket ka humbur rrugëve për qeverinë, që duket që nuk po gjendet dot, është ai që e bën diferencën. Hapja e garës në ekonomi, në partneritet publik-privat, në koncesione, fryma e re që duhet dhënë ekonomi që fatkeqësisht nuk ka ardhur për 12 vite, nuk shpresoj që të vijë sot. Kjo është ajo që i duhet ekonomisë shqiptare.